tashmë është konfirmuar nga të katër anët si kryetari i bandës më vjedhëse në historinë e shtetit shqiptar që nga krijimi i tij. Banda e quajtur Rilindje. Tashmë, me qëndrimin e mbajtur ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila në përgjime dhe në hetime të spakut rezulton me 300 apartamente, 2 jate dhe pasuri të tjera pafund, pra me qëndrimin mbrojtës ndaj saj, ai nuk mund të justifikohet më përpara opinionit publik me teorinë unë nuk dija gjë. Tashmë, përveç ti, e gjithë qeveria e tij, të gjithë bashkëpunëtorët e tij, të gjithë sekretarët në kryeministri, kryetarët e bashkive dhe drejtorët fundor janë të molepsur në korrupsion të paparë dhe të padëgjuar. E vetmja gjë e vërtet rezulton në këto vite, rreth 25 vite pushtet, së bashku me Bashkinë e Tiranës, shpreha që ai na ka thënë s'keni parë gjë akoma. Gjithashtu rezulton e vërtet edhe shpreha e Eduard Shalçit, i cili na tha ne do vjedhim ndryshe. Dhe ashtu rezultoi. Por, si mjeshtër i propagandës, Edi Rama, pas shumë skandaleve të mëdha, prodhon lajme të vogla, të cilat synojnë të hutojnë opinionin publik. Një prej tyre këto ditë është edhe hedhja e teorisë për mbylljen e radio-televizionit shqiptar. Sigurisht, indinjata ime është e jashtëzakonshme për faktin se unë kam kaluar gjithë vitet më të bukura të jetës në atë institucion. Por kjo nuk do të thotë se dua ta mbroj atë pa argumenta. Radio-televizioni shqiptar, më zotëri, nuk është televizion, por është institucion, është pasuri kombëtare. Dhe në qoftë se ai sot ndodhet në vështirësi, fajtori kryesor i tij dhe vetëm ti, sepse në krye të këtij institucioni ke zgjedhur drejtues, të cilët erdhën dhe morën si detyrë atë që ti bëje në qeveri. Pra, ta vidhnin sa më shumë financiarisht dhe profesionalisht atë institucion të shkëlqyer, nga i cili kanë dalë kuadro, regjizor, gazetar, speaker, aktor të mëdhenj, të cilët kanë bërë historinë e artit dhe të ekranit shqiptar. Por janë pikërisht shumë prej tyre, të cilët ndihmuan në krijimin e televizioneve të reja private, të cilat janë në treg sot e kësaj dite. Pra, nuk është faji i radio-televizionit dhe i punonjësve të tij, por është pikërisht faji yt, i cili me emërimin e drejtorëve hajdut si puna jote, e rënuan financiarisht dhe profesionalisht atë institucion. Sot, që për fatin e mirë në krye të atij institucioni u caktua një ish punonjëse e saj, e cila ka kaluar vitet e rinisë në atë institucion dhe i dhëm, dhe po bën aq sa mundet në këto muaj të parë të drejtimit të këtij institucioni, je pikërisht ti që e teorinë e mbylljes së tij, që është një skandal i paparë në shumë skandale të cilat ti ke bërë gjatë këtyre viteve të qeverisjes. Tirana dhe Shqipëria është i vetmi shtet dhe i vetmi kryeqytet që nuk ka teatr kombëtar. E kupton? Tani ti do ta lësh dhe pa televizion shtetëror, dhe njëkohësisht do të hysh edhe në Evropë, kur të gjitha shtetet e Evropës kanë televizionin shtetëror. Është e drejta jote që të tërhiqesh nga financimi i tij dhe ta lësh atë të lirë, dhe pastaj shikoje ti në tregun mediatik se çfarë vendi do të zëj ky televizion. Por, qëllimi yt nuk është rregullimi i radio-televizionit shqiptar, por është që ta përdorësh atë si karem për të hutuar opinionin publik ndaj skandaleve të panumërta,
të paimagjinueshme të qeverisjes tënde. Mbyll më përpara qeverinë tënde, pastaj mbyll radio-televizionin shqiptar. Por, e rrezikshme në të gjithë këtë histori është fakti se toka e radio-televizionit shqiptar, ashtu sikurse dhe toka e pallatit të kongreseve të cilit ja ke vënë syrin, është të paktën 5.000-6.000 euro metri katror, në qoftë se aty ti synon të bësh ndërtime pallate, si synove edhe me teatrin kombëtar. Por, nuk do të harish dot me radio-televizionin shqiptar, aq më shumë që në këto momente toka po të rrëshqet nën këmbë. Kjo ishte analiza e emisionit për sot. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për mbështetjen, bashkë miru pafshim.